Procesi numërimit të votave po shkon drejt fundit dhe lodhja, kaosi e tensioni duken lehtësisht në fytyrat e numëruesve dhe vëzhguesve në përkëzazët e vendit, por një numërues i Partisë Demokratike duket se ka marrë me sportivitet humbjen e partisë së tij dhe ka dhuruar disa momente gazmore për kolegët që kanë orë të tëra në punë, teksa numëronte votat në këzazën e shkollës Vasil Shanto, ai filloi të bërtas me zë të lartë emrat e partive, duke sjell një moment argëtues për të gjithë të pranishmit. Ndërsa momenti kulminant erdhi teksa numëronte votat për Partinë Socialiste. Ai nisi të thras me zë të lartë emrin e Erion Braçes, i cili ndodhej aty si vëzhgues dhe nisi të qeshte dhe ta filmonte. Reagimi i tij jo i zakont, por simpatik, u prit me buzëqeshje dhe duar trokitje nga kolegët dhe vëzhguesit në sallë.